Alarmi i zbritjeve të mëdha po bie në Komodita Home. Merr gjithçka që të duhet për shtëpinë me zbritje deri në 70%. Kjo ofertë është me afat të limituar deri në 31 maj. Komodita Home. Është koha për lajmet e fundit të showbizit, me cilat sot do të trajtojmë së bashku me dy kolegët e mi, Lorek Kajtazi. Mirëmëngjes, Lorek. Mirëmëngjes edhe një herë për juve gonxhe, pak më ndryshe sa të provova pak më konë vend regionit qysh është. Mirë dhe regionin, me që se përmene, mirëmëngjes region dhe ty. Mirëmëngjesi. Qysh, po më duket pak interesant me qenë këtu vetë në studio, si dhe mos në showbiz, jë mësu mi pas ofër, por regionin gjithmonë e kemi largë dhe sjell bomba ndonjëherë, që jam e sigur që edhe sot do të kemi lajmet showbizit ngjarje interesante, apo jo, Lorek? Po sigurisht edhe më duket shumë interesant me u lidh kështu me Viber, me përvu mu lidh përmes lidhjes direkte, edhe na kanë zonë rruga e na kun të shkute mi pa pra paskenat e Supernovës që po xhirohet, të cilat do të transmetohet sonte prej orës 20:45. Është episodi i parë, do të jenë audicionet ku ka me pas shumë befasi, ka me pas shumë vajza të bukura që kanë me pa të gjithë, ka me pas eliminime, besa edhe përplasje mes jurisë se kanë me pranu, kanë mes me pranu, ka me pas shumë çka, kështu që sonte para orës 20:45, reni gati klanit, këshyren e mundin me ndjek edhe në YouTube live. Pra, sot do t'jetë epizodi i parë, apo jo? Po, sot do të transmitohet episodi i parë. Bukur. Që që thashtë ma heret ka me pas eliminime, dhe po besoj që njerëzit me zi presin me pa, sepse do të jetë një spektakël i vërtet. Bukur, shumë besoj do të ndiqet edhe në Shqipëri, me qenë se e kemi edhe ekipin të cilët vinë nga Shqipëria për të organizuar këtë spektakël, të parin të këtij tipi në vendin tonë, region. Pa diskutim që po, unë edhe në bisedën që kisha me Sarën, i thash që kjo është diçka e re që ti po bën në Kosovë dhe padyshim që do të ketë mbështetjen e të gjithë shqiptarëve, ne jemi një dhe është diçka e bukur, ne pëlqejmë spektaklin, ne pëlqejmë të bukurën dhe padyshim sonde do të jemi me syt për të parë vajza, pasi edhe në promo që ka dalë, kam parë vajza me tipare të veçanta, vajza të cilat nuk janë figura shumë të njohura, por që do të kenë një rrugtim të bukur dhe do të japin maksimumin e tyre. Mirë, por krahas këtij spektakli që nisonte në Klan Kosova, kemi dhe zhvillime të tjera, apo jo, Lorek? Po rrim pak, e përmendëm Shqipërinë edhe regionin që është atje në Shqipëri, po rrim pak tek Jozi edhe te Loredana, për shkak se sot në mëngjes e pash një lajm që ja kanë hek, Jozi ka hek followin e Loredanës në Instagram, shumë interesant, unë nuk e pash edhe Loredana ka bënë një të tillë, ndoshta regioni dim pak më shumë çysh e ka edhe shoqë, e di me ka shoqë Loredanën, edhe po më intereson me ditë çka ka ndodha. Vazhdo në koment regioni për Loredanën? Jozi ka nxjerr brëm këngën e re Dhimbje, pra nga një Jozi cili fillimisht këngën e parë për Loredanën e kishte premtimet, një këngë e hareshme, tani po vjen me një balad ku shihet zemër thyer, i është lënduar zemra, po ndjen dhimbje dhe e ka hequr Lori nga Instagrami. Lori nuk e ka hequr, e ka ende follow, do thotë që nuk kemi një raport ende të mirë të tyre, pra rrugët mund të jenë ndarë dhe unë e tregova që do të jetë pikërisht kjo këngë e Jozit që do tregonte më shumë për raportin e tyre dhe me sa duket janë të ndarë, pasi të sjellësh një këngë vajtimi dhe një balad tani ku të gjithë artistët nxjerrin këngë hite verore dhe argëtimi, do thotë që dhimbja e tij është e madhe. Por po më duket nuk janë të shiju, apo të përjetu dhimbje, po janë të shiju momente shumë të mira, Ana dhe Kevin, Lorek. Po sigurisht aty në një postim e kem pa që pas një periudhë të gjatë, domethënë që ka ra larg ajo se di në Kosovë, kështu pastaj që ka shku atje te ai pa kanë jetu, ka vendosur, e kishim pas vendos me u kthy me bashkëtu në Kosovë. Kështu që mezi u bo në Big Brother, ju kujtohet, besoj e kem prit që më ndodh një puthje mes tyre, e kem prit shumë gjatë, nuk ndodhi. Kur dole Ana prej shtëpisë, pastaj filloi ajo romantika e madhe dhe për fillim pa aty në që ka duk fake qifti, po shohim se qifti hala po vazhdon. Njëjtë po vazhdon edhe qifti tjetër Leila me Leon, po i kem pa tashmë janë në Gjermani.
Dhe shumë interesant se shiftet po vazhdojnë këto dy shiftet që nuk u shprit asgjë për tyre, tu i marrë parasysh se kanë thonë kanë bu vetëm për vëmendje, po i shohim që po vazhdojnë akoma jetën e tyre të lumtur. Bukur shumë, por a një bombë po vjen nga Enca? Apo jo? Lorek dhe Redion. Enca zakonisht sjell bomba, edhe i kem pa dhe fotografijet, i kem aty fotografijet me pas se çka ka sjell, do të sjell një këngë të re origjinal që do të publikohet nesër nga ora 19, dhe Enca si zakonisht pa e kap komplet vëmendjen e të gjithëve, nuk bën diçka, kështu që ajo e nis me ato hintat që i hull ka pak nga një fotografi provokuese, atje një tekst këtu, edhe të gjithë flasin për të. Ndërkaq, veshun drequ do të publikohet sonte Redion. Më në fund, pas kaq shumë pritesh edhe një hiti që është bërë kënga,